janë konsumuar disa vepra penale. Në radhë parë, kemi dyshime të arsyeshme për pastrim të parave të pista, të cilat nuk u dihet burimi. Kemi të bëjmë me një kamuflim, me një mbulim të një korrupsionit të lartë shtetëror, edhe nga ana tjetër kemi të bëjmë me një krim të rënd zgjedhor. Pse e them një gjë të tillë? Kontrata është bërë nga ana e Partisë Demokratike dhe është nënshkruar nga sekretari i përgjithshëm i saj, Flamur Noka. Por është bërë në emër të koalicionit të 25 partive politike. Shkelja e parë këtu dhe e rënd është që disa nga këto partitë politike, ose thuajse të gjitha, po dalin dhe po thonë që s'kemi asnjë lloj dienie për këtë kontratë dhe duhet viheshim dieni në radhë parë. E dyta është një kontratë e cila ka si protagonist, domethënë, është Partia Demokratike ajo që po çon lekët në Amerikë. Nuk po I çojnë ata, domethënë, shqiptar që mendohet se po ndihmojnë Partinë Demokratike. Pra lekët kanë vajtur nga Shqipëria në Amerikë. Po parat kanë vajtur nga Shqipëria në Amerikë. Po nëpërmjet transfertave apo nëpërmjet rrugë të tjera, si mendoni që kanë shkuar këto para, nëse janë të zeza? Po nuk këtë do ta zbuloj SPAK. Gjithsesi se e kanë filluar hetimin tashmë. Ju thoni që është një kontratë kriminale, nëse është kontratë kriminale, si vajtën këto lekë? Pikërisht. Pra, këtu tani po të marrim edhe mënyrën se si u krijua ky fond I ashtu quajtur I fondacion, brenda sa kohë u krijua dhe kush e përfaqëson faktikisht, kush janë ata që janë brenda këtij fondacioni. Pikërisht këtu nis ajo dyshimi I arsyeshëm që kemi të bëjmë me korrupsion dhe me pastrim të parave që rrjedhin nga një krim. Në çfarë aspekt? Në aspektin që janë 3 pjesëtar të një familje. Dhe këta 3 pjesëtar të kësaj familje janë të lidhur ngushtë me familjen Berisha. Madje djali I kësaj familje ka hapur dhe një fondacion, domethënë aneks të fondacionit të fëmijët shqiptar të Liri Berishës. Edhe këta persona, 3 persona, babai të cilëve është elektricist, edhe jemi të bindur që Shtetet e Bashkuara të Amerikës tashmë se ai është dhe një krim federal faktikisht, se janë pleksur disa punonjës pranë administratës së presidentit Trump, edhe atje kjo është dhe një hetim, që do të bëhet një hetim nga ana e FBI-s në Amerikë, por këta persona nuk ishin ai gjenin 5 milion, domethënë 6 milion dollar për të bërë këta, domethënë një lobim të tillë, domethënë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që parat kanë vajtur herët në Amerikë edhe kanë vajtur për të pastruar. Këto para konkretisht kanë vajtur nga fondacioni I Liri Berishës. Dihet se ajo historia e këtij fondacionit Liri Berishës është një fondacion në fakt korruptiv, sepse gjobdhenës pasi janë të deklaruara dhe këto SPAK tashmë ka krijuar dhe dosje për këtë dhe po bën verifikimin e pasurive të këtij fondacioni dhe historinë e tij komplet, sepse rezultojnë të provuara 91 raste biznesmenësh, duke filluar nga Begeti, tek Taçi, tek Bashkimulaj e të tjerë, të cilët janë gjobitur nga ana e Liri Berishës dhe u është marrë çdo njeri prej tyre një shumë e jashtëzakonshme, qoja për fëmijët shqiptar, po faktikisht ato janë bërë asete për familjen e Berishës dhe një pjesë e tyre tashmë me rastin e kompleksit Partizani janë verifikuar dhe kanë dalë nga ana I ka zbuluar SPAK, sikurse janë disa vila që edhe shqiptarët I dinë tashmë në Hungari, në Holandë, në Zvicër, në Belgjik, në Itali, në Greqi e të tjera. Pra janë asete që tashmë ato janë të ditura edhe dihet se si janë vënë ato, domethënë edhe si janë blerë tjera. Por nga ana tjetër, kur themi
është një kontratë kriminale, sepse si do që tjetë problemi, ne kemi një ligj këtu se si financohen partitë politike në Shqipëri. Dhe ky ligj, kur dikush, qofshin edhe ata të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duan të bëjnë një kontratë, qoftë edhe lobdimi, apo të marrin një dhuratë nga një forcë politike në Shqipëri e të tjera. Ato në radhë të parë studiojnë ligjin e vendit ton me qëllim që mos të bëjnë shkelje atje, se bie fjala, ata kanë pranuar $6 milion, kanë pranuar për lobimin. Mirë po, një parti politike në Shqipëri, financimin e ka patur 400, një ndërprerje vogël. Pra, Nuk arrin ta mbuloj dot me shumën që ka dhënë shteti nëpërmjet këtij. $450.000 ka dhënë shteti kësaj partie. E dyta, që ti me shqiptarët që mund të kesh, që janë simpatizantë të tut edhe duan të ndihmojnë ty si forcë politike. Ligji për partitë politike ka që nuk mund të japin ata më shumë se $10.000. Pra, njeri prej tyre nuk mund të japim shumë se $10.000. Por në total të gjitha këto nuk mund të jenë më shumë se 10% të fondit që t'jep shteti. Në rast se shteti ty t'jep $450.000 dhe ka që ka fondin Partia Demokratike, atëre ti maksimalja mund të marrësh ndihma deri në $45.000, por nuk mund të marrësh dot kurrë më shumë. Pse është bërë një gjë e tillë? Sepse ka të bëjë me sigurinë kombëtare, ndryshe në rast se ne na i financojnë partitë politike të huajit, na i blen biznesi, na i blejnë oligarkët e tjera me radhë. Atëre merr fund